unë mendoj që këta çunat vinë nga Anglia, kanë punuar 1 ose 2 vite, ose janë kapur, ose janë kthyer për qef, kanë marrë një makinë me takat verdha dhe i kanë ca lek. Ose janë kapur, ose janë kthyer për qef. Dhe unë mendoj që këta kanë një farë leku, po nuk kanë shumë, nuk kanë të pasur. Kanë një farë leku dhe këto lekët do i bëjmë byth, do shkojnë ke dyqani Gucci-t, do bëjnë një bluzë me një logo të madhe Gucci, një logo të madhe Philip Plein, ta tregojnë që këta kanë lek. Jo, ka vetëm dy bluza kanë garderobë. Unë mendoj që këta tipat që i veshin, se çunat që kanë realisht lek, nuk veshin këto lloj bluzash. Ai vesh një bluzë të zezë, të thjeshtë, që ajo Prada për shembull i duket shumë e vogël, pra nuk kanë jam dakord, me këtë jam dakord. Ndërsa ai shkon dhe e blen tek medreseja, se nuk as te dyqanet e 21-shit dhe Muslim Shryri që janë pak se thuti e ka bler first replika. Jo, e blen aty dhe tulet ty në lokal edhe të shet edhe men që gjoja shivet që Gucci-n tim. Dhe ndërkohë ajo bluzja është kështu material poliester dhe kur fillon do të thënë që është vap tani, ai e vesh dhe për plazh, kupton, me rrobë banjo atë bluzë. Edhe pjek dhe dielli dhe ti thu, "Ore kush po kuq qep mes jugut për vllaç kjo e." Jo. Unë jam Gjesi dhe çfarë po bëni? Nëse nuk e di bërë akoma subscribe në YouTube, andale urgjent tani.